Keshen me mu tonë qyshë, kanë disa njerës po hyjë për aeroplanin. Tonë aeroplani është një pushim për mu, se gjumin ma të mirën e kom bo në aeroplan. Ma ka hapë Zotin një fuqi që unë e falenderoj Zotin, po edhe falenderoj veten. Ka njerë edhe pys vetën, thëmë, vjos qysh ke mujt mja dalë. Duhet me qenë shumë elegante në dasma edhe me u dokë bukur. Po jo me u krahasu me nusën. Nuk është synimi ti me ushty me nusën. Disa i dojnë është me defa, disa i dojnë tallava, disa popullore, disa dasma ka që dojnë serenata. Jo, s'ka vdekë lulkuqja e Kosovës, one me malë të kujtojmë, oj ganimete, jo, s'ka vdekë lulkuqja e Gjakovës, ganimet mo i krenaria jo. Nuk është pak rahati për një femën, më thonë se ti e me fustan ma tronë, nuk është pak e leti me ullë në sofër. Sofra është për burra, nuk është shumë për femna. I këndoj këtë zhandrat, përveç vish rap zdi me kënu. I kënon edhe këngë patriotike kështu me zemër. Vish do të më ullë kom greqën. Lirisht, ta djemë të të bojmë gati në bakshesh. Edhe pa bakshesh nuk nej. Hajde një natë, ti moj zemra ime, se m'ke hynë gjak, m'ke dhënë shumë kujtime. Hajde një natë, ti moj zemra ime, se m'ke hynë gjak, m'ke dhënë shumë kujtime. Ku mos me arta një ajni natë. Hajde. Kom qef mi shti njerës të më kajtë. Kur e kom knu në plumbje m'bal, kur e kom dëgju mas pare, qa që m'ka pëlqy sa shumë kur jem hi në studio, e kom këndu të viruse, une mu m'ka nda lët. 2-3 lëtë m'ka nda. Sa është mirë mu do, mu kime m'pëlqen. Mos i kena nanat. Qikat miqës. Mos i kena nanat moto. Përshëndetje miq të gazetës Zem ose të podcastit Tupo tu bo, mirë se po takohemi edhe në këtë të diel. E sot me mosh dikush që nuk e bë veç një punë, po i bën ja 2-3 punë në të njëjtën kohë. Kështu që për më kon gru, nuk do të më kon veç gru, po do të më kon edhe efort. Kjo që është me mua sot është super efort në të aspektet. Kështu që kush tjetër pos Vjosa Emine. Përshëndetje. Përshëndetje. A të pëlqej që qashtu mënyra që përkufizoha, inshallah nuk më harruna i sen. Unë pëlqej që është shumë spontan edhe unë bune halama të fort me fjallet tua, kështu që punina mirë. O ti e mirë vetë, për ndryshat për do kështë tepër bukur sot. Faleminderit shumë. Kështu që besoj që qështu me qëtë pozitivitet, që shkem deri që ta është para se më në quka mirat, kina me vazhdu më konë edhe gjatë intervistës. Unë normal dhe njëtën e përdeshme jam kështu që jam, po shpresoj që kena me kalu mirë dhe në fund. Si fillim me ka du me të pyet njëherë pak për punën, se e përmena që i bën 2 punë në të njëjtën kohë, e sa është e vështirë me i bë 2 punë në të njëjtën kohë. Edhe apo na tregon pak për këta që nuk e din, son për vetë e di, çfarë punësh bën 2 punë në të njëjtën kohë Vjosa, se ki 2 polje të ndryshme ashtu nëse mundna me thonë. Po m'pëlqen që po e thu këta se edhe ti po m'dukesh tash femër njëjtë e fortë si në shtacione. Faleminderit. Edhe nuk është e vështirë. Çdo synim në jetë që i ki, e harin. Unë po flasë për vete. Çdo synim një jetë që kom pas, unë ja kom dalë. Qusha kom dalë vetëm me punë, të punusha, edhe çdo punë që kom fillu në start, unë kom thonë që kom ja dalë. Edhe në realitet, unë ja kom dalë, do me thonë, punëve që unë e kom pas synimin. Jam shumë e lumtur këtu ku jam edhe ndina krenare për vetën tem që kam arrit me realizu dëshirat e mia që kom pas. Qysh është me pas një punë zyrtare dhe me pas një lloj arti, se muzika është art, edhe me punu si zyrtare më vesh ashtu në komplete, ndo puca me shtikla, me moje, sen ani, edhe pse edhe muzika e lyp njëjtin sen, po dhe qysh mundesh me i bosh të dy anët e njëjtën kohë? A din qysh, si femën elegante, do më thonë shtiklat janë shumë bukura për femën, unë i du, për vete si në punë, po edhe në jetën e përdeshme, është kreativitet shumë e mirë si në punë, si në jetën e industrinë e muzikës. Është knarësi, do më thonë, me u zgju herët në mëngjes, me punu, edhe mandej mbas dite, mbas përfundimit të orarit të punës, me pas një kreativitet tonin, që une e quj në fakt të muzikën hobby, po më është po profesion, gjë që është një profesion që po më përmbush, do me thonë, e përmbush njëm edhe në punë, po mandej është një relaksim
kur e përfundoj punën është një kreativitet tjetër tani në muzikë. Kështu që bëhet një kombinim shumë i mirë që mu manë shumë të freskët në jetë edhe nuk fokusona vetëm të një drejtim, po kam drejtime të ndryshme që më bëhet jeta ma e lehtë edhe ma atraktive për mu. E qysh mundesh me ja dalë me botë të dyja, do të thonë para dite një diçka tjetër, mas dite diçka tjetër. Për shembull, qysh e ke ndoti kohën, ose atë ka rënë ndoshta se normale po edhe në një intervistë tjetër që para ditës ka rënë punë, je shku në fakultet e ke kryer një provim, andej ka rënë me shku me bëu dikun muzikë, qysh ke mujt me ja arrit qësaj? është interesant që ka njerë dhe pys vetën, thëm, vjos që shke mujt mja dalë. Unë ja kom dalë, në fakt, kom kryu masterin për diplomaci, njëkohësisht kam punu, edhe unë çdo ditë nuk këndoj. Do të thonë, ka ra vikendeve me këndu, përveç sezonës të verës që këndojmë çdo natë në dasma, po ma ka hap Zotin një fuqi që unë e falenderoj Zotin, po edhe falenderoj veten që jam një tip luftarake dhe në asnjë sen nuk kom qef me u dorëzu. Do të thonë, është një dhunti ndoshta prej Zotit ose prej dëshirës tam që me arrit me i kry krejt qëllimet e mia, edhe ja kom dalë. Do të thonë, ka ndodhur shumë herë që unë kom punu, prej punës jam shku në aeroport, kam përfundu një mramje jashtë vendit, atë nesërën kam udhëtu, edhe ndoshta atë nesërën jam kthyer prapë në zyrë dhe kam punu, kam flajt shumë pak, po e kam gjetë një kohë, një balans kështu për veten tam që ka njerë kam thonë aeroplani është një pushim për mu, se gjumin më të mirë në kom bo në aeroplan. Se jam një tip që kur t'hypë në aeroplan flaj, pushoj, se i di që kur kthena mandej në jetën reale, e di që kam punë edhe nuk du me qenë ma e freskët, keshën me mu tonë qyshë kanë disa njerës po hypë për aeroplanin. Tonë thëmë, pushime është për mu aeroplane, se që aty e gjej pushimin që gjatë ditës më me qenë e freskët, ose në mramje me qenë e freskët në mramje, apo ku do qëfar do sfide, qëfar do pune që kom pasë gjatë ditës. Na përmenëm pak edhe punën e darshme, kështu që po tu me lëm pak anash këtë punën e parë, e me kalu të puna e dytë. Qysh është puna e darshmave, sa është e lashme, sa është e vështirë, e sidomos të konë femën, të pos parasyshë, pavarësisht e ja delin. Ma shumë ja dalin femnat, se sa nështë tani burë, po qysh mundesh me bo mande edhe verës këtë dina, jo i nxehti, jo fustanat, jo kpucat, jo frizerka, mande edhe me pas përgjithësi me shku me i knu dikuj në andarsëm, tu e di që krejt barën e merr artisti me vete. Prapë, ma herët the që dush me pas një vetë besim në vete, dush me pas një fuqin në vete, dush me qenë relaksume edhe detyrat e tua që ti i ke me përgjithësi, ato shkojnë paralelisht qetë, unë po flasë për vete që i menagjoj mirë, edhe nuk është që i dramatizoj, përveç lodhës që normal që ki lodhë e strese e krejt. Po, në fund të ditës, për shembull, përfundon një dasëm, jënë këto procedura që çdo femën i ka, dhe pa që në dasëm do t'i ke me u vesh, ke me u regullu dhe është një diçka që unë e bëj me qef edhe nuk është e lodhje ke për mu. Kjo është diçka që unë e ndina mirë me veten edhe e prezentoj veten me atë paraqitje që unë e kam. Edhe ku shkoj në dasëm, trunja jam është qaq i qetë, qaq i jam shumë okej me veten, sa që unë e përfundoj dasmën, performojnë gjatë krejt dasmës, edhe jam shumë mirë. Po në fund, kur e përfundoj dasmën, kënaqësia më e madhe është kur vjen i zoti dasmës, apo ai personi që më ka ftu që martohen, kur më komentojnë fjalë të mira dhe kur isha ta qenë shumë happy dhe shumë të kënaqur me dasmën, besëm që ajo lodhja krejt harrohet edhe nina mas mirë të mbotë. Çka të thojnë zakonisht, cilat janë fjalët? Wow, ka shprehje shumë të mira, që unë e marr shumë komente të mira, që kur thojnë a ke kënaq, na jemi shumë të lumtur edhe kemi kalu shumë mirë. Ajo është kënaqësia më e madhe që nina kur
marr komente të mira prej njerëz. Ka shumë komente, domethënë të mira, sa që ty të bëjmë me uni mirë edhe nështë edhe me vazhdu dhe të nesërmën, domethënë ti edhe shumë e harëshme edhe e disponueshme për dasma të tjera. Sa i jep rëndësi paraqitjes me një darsëm, të pas parasysh që ti e the edhe vetë që jo veç me një darsëm, po edhe gjatë ditës edhe kur del dikon normal rregullohesh. Po sa i jep rëndësi kështu që kemi shku me një darsëm që thu që tu do më dok mirë, se duhet më dok mirë. Se dyqysh do prej artistave që ai kam pa që dalin edhe flasin si këngëtarë zakonisht, jos nuk po veshna shumë rënë, jos po du më shku shumë rënë, se qa do të më konë krejt vëmendja të nusja, ma shumë do të më këshyr nusja se sa këngëtari, ose kundërta këngëtarë t'japin rëndësi lukut ma shumë se sa më shku me performu dikon. A din qysh, është interesant që çdo artist e ka stilin e vetë. Unë mendoj që duhet me qenë shumë elegante në dasma edhe me u dok bukur, po jo me u krahasu me nusën. Adin, nuk është kjo që nuk është synimi ti me ushty me nusën, po synimi është me kry punën tonë edhe me përfundu dasmën, me performu mas mirë në dasëm, me i argëtu ata që të kanë ftu, edhe unë mendoj kjo është ajo që unë e boj në dasma, nuk është që investoj në vetën tam, asnjëherë nuk shkoj domethënë pa pas një fustan të bukur. Ashtu që unë e mendoj, domethënë, me qenë sa më elegante që me prezantu ti vetën me një pamje të mirë, sepse duhet me qenë mirë, po jo me u krahasu me as musafer, as dasmor, as me nusën. Orientimi të unë është qysh me majt dasmën, qysh me jargëtu ata sa ma mirë që me qenë ata shumë të lumtur dhe me i pa krejt të kësy edhe të knu nështë bashkë me ty, bashkë të knaqë. Edhe kështu që kjo është e mendoj ma rëndësishme, përveç pamjes të fizike që ti dush me udok. Cilat janë këngët ma të shpeshta që i lipin e për darsma, kështu? Që e vrenë që nështë në gjithë të cilë ndarsëm, ose në gjithë të dy të ndarsëm e ki porosin e njëtë për një këngë të njëjtë, ashtu? Dëgjo, na e kemi repertuarin, unë e kam repertuarin tam. Po, kryesisht janë këngë që na i knojmë, janë këngë që i din krejt publiku jonë edhe në dasma, normal që knojnë këngë të dasma. Ka preferencat të ndryshme të këngëve, po nuk po di me veçuna i këngë nështë që një që i dje kështu i kallë, është që qatë herë më që me kësy ata. Është shumë interesant që çdo dasëm kanë preferencat të ndryshme. Për shembull në Prishtinë është një repertuar që nështë unë i kam dasmat, kanë qef ma shqip këngë popullore, jo nështë zhandre të tjera, përveç mandej ka në Maqedoni që kërkojnë nështë një rrymë tjetër të muzikës. Po kryesisht janë këngë që i knojmë krejt gjithka, njëjtë është. Po, nuk mëj me veçuna i këngë që me thonë është kjo është speciale, sepse krejt këngët janë të mira. Po në varet veç prej regioneve të vendeve që disa i dojnë është me defa, disa i dojnë talava, disa popullore, disa dasma ka që dojnë serenata, nështë balada, jo tankon, po me një pjesë ashtu. Po, në momentet të ndryshme nështë gjatë mesit të dasmës e dojnë edhe atë zhandër të muzikës. Ti e përmene edhe Maqedoni, ndipjen me kënu dhe në Maqedoni. Çka vren dallim ata prej neve? Se dyqysh më duket bajagit të kondërtimi kështu. Na për shembull i bojnë darsmat këtë bashkë, ata nuk i bojnë hala darsmat bashkë. Ja ka nis ashtu, qysh ja ka nis atëherë, mund da burra dhe gra, që ashtu më duket të vazhdojnë hala të njëjtin sen. A di qysh është, ata janë shumë njerëz të mirë, janë shumë mikprica, unë për veti kaloj tepër mirë në dasmat në Maqedoni, kudo që ka shqiptar, unë për veti ndina shumë mirë dhe të presen njerëz zakonisht mirë, po kjo bura me gra, nuk është që më ka ramu, nuk është që ka dhe shumë, unë menej që jënë është ta disa familje që e kanë atë zakon, po nëse ftosh dush me respektu që ashtu që ata e kanë mendu, kështu që nuk është kur nuk është e keqe për mu në qofë se ti ke mendu me bu vetëm me gra, edhe pjesa tjetër është me bura. Mu nuk është që më ka ra, dhe me thonë me këndu me gra, po, nga vjen edhe në Kosovë, po nuk është që mu më ka ra në qatë pjesën me këndu vetëm me bura,
Gjithë që nështë adhë është normale, po është zakoni tënve, sa që unë i respektoj çdo zakon që ka në çdo vend, çdo familje, pse jo, dhe me thonë, qysh është zakoni ti e krymë punën tone. Qysh është ta shpreja, qysh është vendi, bëhet ku vendi. Kështu që fix. Ç'ke bjen tamam që saj. Po. Dush me respektu, dhe me thonë, që ata qysh e ti e mendon, çdo familje ka atë traditën e vete dhe ti si artist nuk mundesh me ju tregu qysh dush me po. Unë për veti respektoj dhe për mu nuk është nuk është e marrë tragjike këtë pjesë. Të pas parasysh që të bjen me shku në për vetë të ndryshme, edhe normal është e pamundur në herë dhe neve si gazetar na ndodh diçka interesante ose diçka e pazakonshme. A ka në rast dikun ose me një vend ose ku ka shku me knu që ka ndodhur diçka që na është halasë dhe kujton nëse thu ç'është më ka ndodhur në filan vendin ose diçka interesante kështu. Nuk ka diçka me të drejtën, unë e këndoj në dasma, në mbrëmje familjare, ku ka dasma familjare dhe ku ka familjar, nuk ndodhe, nuk ka diçka të jashtëzakonshme që mund është me cek, sepse në të kujdesshëm krejt njerëz të na e dim traditat tona që i bojmë dasmat, i bojna shumë mirë, edhe nuk ka diçka që moj me veçu që bëhet ndonjë paregullsi, sepse ku ka familjar, nuk ka paregullsi. Se është një rand që shkon gjithçka mirë edhe nuk ka diçka që mundesh me cek me unit i keq apo me ndodh diçka, sepse është familjare. Edhe nuk ka të keq që ku ka familjar, nuk mbas pari ty nuk të bojnë me undi i keq, po dhe nuk ka rëmuja, nuk ka Shkojnë marë. gjithçka shkon marrë. Super. Nuk është që më ka ndodhur mua një sen që me veçu, që me thonë për shembull me një rast familja apo diçka, jo, nuk ka pas. Domethënë, unë kam kalu tepër mirë. Unë e pëtu me kalu të fisat e nëntorit edhe pse neve na ka kalu 28 nëntorit, kështu që pse mos me rikthy edhe një herë edhe me ngu një këngë për te për 28 nëntorit. Ne e di që i kënon edhe këngë patriotike kështu me zemër. Fish do të më ullë kongresën. Lirisht, ta djemë të bojmë gati në bakshesh. Edhe pa bakshesh nuk nej. Kallëzoju këtyne, keni koljetat në vete. Jo, se më ndojnë tani krejt. Jo, këndojnë ana dhe pa bakshesh, se është puna jonë, me shumë knasi. Ngëm të mungë, me bakshesh të ju, se këta nuk pritojnë kur i ngojnë qëto këngë. Këta kanë qef patriotike. Nëse dojnë, është okej, dhe më thonë, është një diçka që e banë për vetis, se cili person, po edhe pa bakshesh pse jo, dhe më thonë, nuk është asnjë të lashe. Pa vazhdu me bo pjesën e qësaj këngë, po du me pyet pak se te pjesa e darsmave është edhe sofra. Që shkojnë që pjesa? A i priton kësaj pjesa, a nështë kështu e bënë edhe këto me qef, të pas parasysh nështë si femën të thu, hajtë mami me bo një burë, qëta se sa me bojnë, të pas parasysh ju shkoni bashkë ndonë me një kolegë. Po, është shumë e vërtet kjo, është pak nuk është pak rahati për një femën, më thonë se ti e me fustan ma tronë, nuk është pak e leti me ullë në sofër, edhe është probleme nejti, edhe unë thonë gjithmonë, sofra është për burra, nuk është shumë për femna. Edhe pse nuk është kur gjo me ullti në sofër, po, prapo, unë mendoj që ajo pjesë i takon një mashkull sepse bën mas mirë të mbot, ullet ma lirshëm, këndon ma mirë, jo që s'këndojnë edhe femrat, po është pak ma e sikletshme, do me thonë, është ta puna e veshës edhe puna si femën edhe është ky zakonit e na që vetëm burrat mbledhen, edhe pse jam ullë edhe unë në sofër, po nuk është shumë e praktikoj, sepse nuk nina rahat në shabaz të veshës me fustan të jem ullë, që shëdon tradita ti nuk mundësh me qenë. Sa atë kanë shpërblybile për qatë ullje, për qatë këndim në sofër? Po, gjithmonë është shpërblimin, shpërblimi është ajo që kur i shet të këndu krejt bashkë edhe të nimojnë ty me këndu edhe i shet të knaq, ajo është shpërblimi, dhe më thonë, se shpërblimi është në fond kur të falenderojmë për atë pjesë që ke përfundu ose ke performu, a është shpërblimi ma i madhe se çdo sen tjetër. Kështu që nuk pesgati ma shumë, shojna me ju, sa në të ngojna të knu. Jo, s'ka vdekë lullkusja e Kosovës, one me malë të kujtojmë, oj ganimete, jo, s'ka vdekë lullkusja e Gjakovës, ganimet moj krenaria jonë. Shumë falinderit, shumë mirë, pse nuk kënë ma shumë popullore? Për shembull me kanë kështu producente jotja, se menaxhere jotja, unë s'kisha la me këtu të interesant. Ani, po nuk tash producentja jam, menaxherja. Edhe ashtu ka mungesë të menaxherit. Po, kush vot menaxher? Jo, a din qysha, popullore unë e këndoj, po është
i këndoj këtë zhandrat, përveç vish rap s'di me kënu. Oh, Sa i përket menaxhimit, unë e menaxhoj veten, sepse më duket ma e lehtë, edhe pse nuk është shumë e lehtë, po për me menaxhu veten ashtu që unë e du, do më thonë jam okej me veten tame dhe me menaxhimin, edhe pse është pak e vështirë dhe pak e lodhshme, po ja dal. Kështu që mund është më bo menaxhere me ma lehtësu pak. a kisha mujt me të Fiton edhe menaxhu? ti pak edhe Jo, ta jepi vallaj. 1%. A më moj të dhënë 2 punë si kur te, me moj Mundesh me këta edhe vetë menaxhu ty. Mundesh Për me mu marr. shka knatësi me punu me ty. Në qofse, unë gjithmonë tham, qofse një njeri mundet m'ja dal një punës, unë tham gjithmonë jam e dyta që e do në moj m'ja dal, kështu që mundesh m'ja dal se... Kështu që ta shëtutje, se qatë keni na i sen për vjosen, direkt më kontaktoni mu, numri një lok në description, a që përthojnë këta shpjanisin më folë anglisht, kështu që më kontaktoni mua. me shumë qef. Ti ki edhe shumë bashkëpunime, qysh është me bashkëpunu me këngëtarë të tjerë, se për shembull ka njerëz që bëthojnë një është ama mirë solo me dalë me kënu, se sa me bu bashkëpunime, shumica famave mande edhe nuk pundohen të knash, një menaxhmenti është menaxhmenti, po ti ki bashkëpunime dhe ke mujt me dal tepër mirë deri tash, po qysh është me bashkëpunu me artista që na për veti unë se një shumicën s'm bie me pas kontakt me ta, po ty bie me pas kontakt edhe me këtë pjesë. Qysh është me bashkëpunu me një artist? A din qysh, në momentin kur futesh në biznes, në industrinë e muzikës, ose çfarë do pune që bën, po flas tash këtë rast me industrinë e muzikës, normal që duhesh me pas bashkëpunime, normal që duhesh me performu, ndodh që unë i ftoj kolegët e mi, ata më ftojnë edhe bashkëpunimi është një san shumë i mirë edhe pse jo mos me bashkëpunu. Unë kam raporte shumë të mira me krejt kolegët e mi, edhe kemi bu këngë shumë të mira, edhe di që edhe në të ardhmen do më thonë kena me bashkëpunu. Është diçka interesant që duhesh me ku një rrymë bashkë me një kolegë, ose të përshtatit një këngë, ose një demo. Ka shumë kolegë tanë që mas pare i ndëgjojmë demot, mas nej, në qofse mujna me realizu, ose të përshtatet e si këngë, ashtu fillon bashkëpunime dhe dërisht është kum kalu të e për mirë, ka shku gjithë shka mirë, dhe më tonë është knarsi me pas bashkëpunime, edhe me punu me kolegë. A ka rasti që nuk të ka pëlqyer një këngë dhe ndoshta s'ke pranu me bu? Po, ka Çka nuk të përshtatet, kështu po si përshtatet është shumë normale, sepse nuk është mund me ndodhë që është një këngë shumë e mirë, po nuk është për mu, nuk është që unë e moj me realizu mas mirë, kështu që është e dedikume nështë për dikën tjetër që mundet me realizu, jo është këngë të përshtatet. Dhe kështu që duhet me pas me kun rahatin e atë këngë edhe me tu përshtat, mas nej me pranu si këngë edhe me këndu se është normale me tu përshtat, mas nej me realizu. Te përmene që veç rap nuk den me bu. Sa e ngon rapin kështu? A ngon e her? Ngaj, po. Dëgjon, kretë zhandrat e muzikës unë i du. Asë një muzikë nuk është e keqe. Kretë janë të mira. Vetëm ti ku e gjenë veten. Ngaj. Po më intereson çfarë muzikë ngon më shumë të qysh? Apo, diçka që më pëlqen, nuk është që muj me veçu, unë ngaj dhe muzikë shef, ngaj dhe muzikë të huja, ngaj muzikë greke, anglisht, italiane, do më thonë, kretë llojt e muzikës se unë pëlqen. Po nuk është që jam e fokusume, do më thonë, të një artist i huja, po vendor tanë, nësëm pëlqen, e ngaj, do më thonë, ka edhe të kolegëve të mi që i ndëgjaj që ka njerë, thëmë, edhe i thirë edhe i thëmë, sa këngë e mirë, avdin që më pëlqen ai këngë, i komplimentaj edhe ka shumë këngë të mira, ka artistat shumë të mirë, edhe unë muzikën e du shumë. Muzika për mu është një lehtësim i shpirtit ta. Që pa muzikë nuk e di që kishte me qenë jeta as që e mirë sa unë jetaj në këtë kohë të muzikës. Mas e inatë që kjo pjesë e këngëve hala, nuk po du më dalë me një pjesë tjetër, edhe veç kam të i përmen kolegët e tu, kështu që e ki një këngë me Hekuran Krasniqin, edhe për një mene që e këngë mu për vetin pëlqen shumë. Kështu që e kishim kënu edhe shtata, ne kishim kalu dikon tjetër. Hekuranin e kam kolegë shumë të mirë, po me shumë qef. Me Hekuranin kemi disa këngë, edhe është një ndër kolegët e mi dhe bashkëpunëtorët e mi që punojmë, që kemi kalu jashtëzakonisht mirë. E falenderoj për këngët e mira që më ka ftu të jemi bashkë me Hekuranin. Është një artist shumë e vlerësoj edhe është një kolegë shumë i mirë, një shok shumë i mirë. Nuk e di pse nëse identifikohesh te one, se më vjen direkt çaja këngë. Titullin më fal nuk po më men. Hajde një natë. Po. Hajde ti një natë unë.
Anjo në vi, unë nuk kuptoj, veçam kënante, se kom qef me flejt me muzikë. Hajde një natë, moj zemra ime, se m'ke hyn gjak, m'ke dhënë shumë kujtime. Hajde një natë, moj zemra ime, se m'ke hyn gjak, m'ke dhënë shumë kujtime. Ku mos me arta një ajni natë, ku mos mu këthyja, s'ka qare. Hajde. Hajde këto. Jo, si na të thirë kërkan, kështu adin rallafis, se na përshkim të njëra tjetra. Po, unë e për ty e pata Po, okej, unë po vitet, po vi sante si të kryna, po vi direktet. Po, me shumë qaf. Djetori është afer, po djetori nuk po na vjen vitë si djetor me festat që i kon ta, po është në ardhë dhe me zgjedhje, se më do këtë dojnë me në rrasë zgjedhje, kështu me na e kalu pjesën e kres, që shumë shpesh zgjedhje, që shpipret që zgjedhje qëtëherë? Është diçka që është çështje politike që unë s'kisha dashur me hyrë është shumë tellë në politikë, po janë zgjedhje që duhet me u formu si shtat edhe është obligative si ligjore, si çfarë do që duhet që me u formu si shtat, mendoj që është nështë në kohën e dur, se ashtu e ka politika, po shpresoj që të fiton ai që meriton edhe është më i miri, edhe pse jona e kemi obligim moralet të qytetarë që me dalë me votu dhe me votu ata që dojmë, inshallah shkojnë bare mirë, edhe bëhet ky vend pak ma i fort. A thua ko më bonarë, se më do këtë qështu që që kena njës, do më në nëzo viti, po më do këtë qështu. Po, prap thash që kjo është politike, dhe kështu që duhet me shku këto proceset që janë të politikës. Na jemi mirë, po gjithmonë ka vend edhe për ma mirë, dhe më tonë ka hapësira që duhet me u përmisu edhe me u zhvillu si shtat, po nuk është keq, nuk është që është keq, do më tonë edhe ta shqivi mirë. Nëse ish vendosë diçka piteje, në që drejtem, do më tonë, nëse kështë mujtë me epë një këshill dikuj, çka ju kështë thonë? Në lidhje me politikë? Po, që me dalë për qësaj situatën, cilën veqena, ka shisa ko. është probleme dalë që ashtë letë që ju shpëthute, se nështë vetë politika është, vetë jeta është politikë, edhe me dasht populli me votu ata që dojnë edhe me votu një person që e dojnë shumë edhe mendojnë që duhet bënaj ma shumë nështë për vendin tonë. Nuk është që s'kam bo dhe të tjeret, po me bo ma shumë është ma mirë. Masena të politika dhe muzika janë dy pjesë cilat janë ashtu të lidhë me ty të pas parasysh profesionin tanë për cilin diskutu ma herët, në përdarës ma se pas në harru më ta bësh pyetje. A të thojnë najherë me kënu liderve? Se zakonisht kënonje në për sofra, jo gjatë pjesës edhe hesh më të mu ullin sofra, nuk ka shansa për e kënu një lider politik, po sa në ashtë a i kënon ose ja u bën qefin? Ose kanë thojnë ma shumë, ku e vrejt qëta? Po, mes me cik tash me emra është normali, do më thonë, ka kërkesa të ndryshme gjë që është e mirë, se cili ka një idol të vetën edhe pse jo me këndu idolet. Po, ka njerë dhe është pak e rrezikshme kjo që nështë ambrana një dasmës ka njerës përfshim në rrymat të ndryshme të politikës edhe pse duhet mu acaru, do më thonë, si dasëm edhe me marrë vëmendjen politika, edhe njerëz nështë nuk njën e rahat, do më thonë, me se cili që ka pëlqime politike. Kështu që unë nuk traj kom qef me ju i këtënve liderve që mës me i këndu shumë, veç mës me bu, do më thonë, me shku dasma sa ma mirë që mës me undi as njone i keq edhe thjesht kem këngë të tjera, pavarësisht të këtojnë të mira, po mës me u përmena emra, do më thonë, në dasëm, sepse nuk është për mu nuk është shumë e mirë, vetëm mës me ungatru dasmort, kaq. Kështu që me shku mirë edhe mos me pas që se probleme, jëk në Albini, jëk në Hashimi, një Ramushë, një ata, jo këta, kështu që ma mirë heq. Ma mirë është, kem këngë të tjera, kështu që ata e mbajnë për veti, do më thonë, shpirtin e tënve atë idolin që e kanë, edhe dasmë, si dasmë do të më shku me një rend tjetër, do më thonë me një muzikë nështë
që du të aty me u knaqe, me vallëzu e jo me hi në politikë, tash në dasëm, sepse nuk e ka vendin aty. Unë edhe në fillim kur të prezantova, kur fillu me bisedu, thash që do kështë i përpukur. Kështu që thash në do me kalu të një temë tjetër. Sa jep rëndësi vjosa, dukje, sa ki qef nashta, ose dikush e ka probleme, vesh të isha të lira, ka që me vesh të isha pak ma shtrejta, po ti sa të pëlqen këto, ose sa je e apasionune mas firmave e këtyre? Me të thonë të drejtën, unë e kam stilin tam, unë s'kam komplekse në stilin që e vesh çdo ditë ose nuk jam tip e kompleksume, shumë shpejt bona gati që nështë ka komente të ndryshme, më thonë që a kina i stilist tonin, apo unë kam stilistin tam që kujdeset për fustana, do më thonë të ma elegant, po në jetën e përditshme stilist në vesht. Do më thonë është shia jam që unë nëse dukna mirë, do më thonë, si ma ape komplimente, si nuk ma ape, do më thonë, prap nina, okej. Nuk jam me pasionume mas markave, do më thonë, nëse më pëlqen një veshje, qfar do veshje që tjetë, çmime të ndryshme, absolut nuk e kam as një pikë probleme, nëse mu më pëlqen, dhe €1 me kushtu një sen, unë e veshe edhe njëna super, sikur nështë me pas në najmar, tjetër. Nuk është që më bën me undi mirë, ose me undi unë nështë superiore pse kom vesh një marë. Jo, absolut. Për kundrazi bile edhe nëse blej në i sen që është diçka e veçantë në atesh, kom qef mës me udokë. Nuk kom qef me mu dok mu markat apo firmat, absolut, përkundrazi kom qef sa ma modeste, sa ma e thjesht që mës me u fiksu, si me fiksu me mës markave, absolut. Po më intereson me ditë, për shembull, a ka raste që ke pa diçka të ka pëlqy, po ke thonë, jo s'po du me blej, se nashta është e shtrejt. Po. A hek dorë kështu? Po, absolut po. Do më thaj e kursimtare? A din që është kursimtare. Një diçka që është të pëlqen, po nuk jemi fiksu me mas markave. Ndodhë që mu më pëlqen, po në qofë se shumë më pëlqen, unë muj me marë. Po, në qofë se ka një qmim shumë të shtrajt, nuk ja vlen, do më thonë, une stabilizona me vetën, si ja vlen, sepse është shtrajt, unë muj me investu, sa ja vlen një garderop shumë shtrajt, investaj diçka tjetër që është ma e lavërdishme për vetën tam, edhe nuk e kam problem, se kjo është fiksim, do thonë, qofë se i shumë i fiksume, atëherë ti pare në fundit e lënë të një, qa do që tjetë, në garderob, pavarësisht. Na si femna, kina qef jën qanta, jën këpuca, jën dikush nështë një jakne, në palta, kështë cila prej qëtyne të përqen kështë ma shumë që vrejmë vete që e nëzën të e bli ma shpesh nështë? Besëm që unë e kom po e marrë shambull qanta, apo garderob, në varet, qka. Kom pa me një qmim shumë të shtrajt, edhe nuk më ka pëlqy. E kom pa një qantë që ka qenë është ma e lirë, edhe ma qmim modest, edhe besëm që me më thonë cilin e kështë marë, nuk është që këshyrit qmimin, po nëse duket e bukur është e përshtatshme për mu, nuk është problem. Unë e marë me një qmim shumë të arsyshëm. A muna me të pytë cilë është sa një maj shtrajt që a ke bo dorat veti? A s'tregoj për qmime? Nuk flasim na për qmime, jo. Unë tash që kam loj, do me thonë, qmimin është ta qenë në garderobën tam, po dhe tonën edhe të krejt njerëz, është natyrshme. Po nuk mëj me të cek ashtu naj në garderobë ose në sandet, nuk kom qef me folë për qmime, sepse nuk është arsyshme. Jo në krejt qmime që janë normale. Që janë normale që nuk kom hargju shumë. Super. Thash, të bëthon këke ko gjakur simtare, si mu kona një... Jam një farë, jam pak, jo shumë. Ekonomiste e mirë? Duhet me qenë ekonomiste. Mu po më interesan ka këna me Di me menagju parën. O, zdo qyqëre, zati ta di kanë që thët di me menagju parën, se më duket ka ardhë koha që parëja të na menagju neve. Jo, adin qysh, në varet ashtë të qëfar tipi edhe qka kërkon ti prej vetës. Kështu që sa ma e thjesht, sa ma e ka më që jemi vetën tone, kështu që dhe pare menagjot edhe jeta, mi shti krejt ashtu bashk buon, është e menagjushme. E menagjushme. E di që kënën edhe baljata. Kështu që një baljatë të ndën, a na e kështë kënu? Po me shumë qef, plumbi në balë. është një shpreje, është një tekst shumë i mirë që unë e duke këtë këngë, edhe marrët edhe te për mene. Kështu që
kisha mujt këta, ose nëse do në naj tjetër. Tekstin e ki bu vet, a e ta ka bu dikush se këngë? Tekst shkruese ka bu. Okej. Jo, vesh ka du me lidh pjesët e tekstit edhe me dita e ka shkru vjosa, e ka shkru dikush vjosa. Apo lidh me jetën tonë, se si ke pyetje që normal. Po muj me ta bu direkt. Jo, ndëgja, çdo këngë që e marr, çdo demo që e marr është janë dedikum, do të thonë nuk janë dedikim për vjosën. Po ka pas pjesë në shtatë të teksteve kur e kam dëgju demon ose tekstin, une më ka pëlqy qatë shumë sa që kam thonë, oh, okej, po kam në tekst të këngës, ka pas pjesë në shtatë që në lidh me jetën ta. Ose me jetën tonë, apo nuk është naj këngë që është dediku, që unë kam kërku me thonë, bëni këtë këngë për naj, qëka do që tjetë, do më thonë në moment me cilin se që shena kona? Jo, absolut, deri tash nuk kam bo asi këngë, do më thonë, më ka pëlqy si tekst që ma ke jepti, e kam pranu si këngë edhe e kam këndu. Po, ta bëna pyetën të pas arasysh që na, si dëgjus që asoj muzike, kur në dëgjojnë, na thojna, ke në qëfar gjendje ko ka konë. Do më thonë, direkt nuk e menuna që qatë tekst e ka shkru dikush tjetër, nuk e ka shkrujt vetë këngëtare. Po, edhe me shkru vetë nuk është kur gjë, do më thonë, ti e të regon një histori tonë, shumë normale, bile shumë është e mirë, po, mu nuk kam ka ndodhë. Ka ndodhë këtë këngë kër e kam kënu në plumbje mballë, kër e kam dëgju mas pare, qatë që më ka pëlqy sa shumë kër jem hi në studia, e kam këndu të viruse, une mu më ka nda lët, du më thonë, nuk ka pas të bëj kur gjë me jetën ta, po mu vetëm si këngë, si balat, mu më ka pëlqy, që unë edhe kur i ndëgjoj balatat të tjereve të kolegëve të mi, më përqet të trup edhe e përjetoj si këngë, si balat, po s'do me thonë që unë jam keq me vetën, unë e përjetoj sepse më pëlqen si këngë edhe, pse jo ashtu që shnina, unë veproj nështa kaj, nështa keshe, apden, është diçka që e përjeton me shpirë sepse muzika përjetohet. Nuk është që dush me këndu, është shumë e ftoftë. Ndjen me shpirt edhe e këndon, po edhe e përjeton. Unë e di që e shumë e fort, shumë është problem me të po të kajt, kështu që kënoje pa kajt. Jo, si herën e parë kur e ke kënu, nuk po duhet jo, pa. Jo, aty vetëm një 2-3 lotëm ka ndalë. Mjaftueshëm jo për një njerëzit e. Shefit të këngës që unë e kam, më ka pëlqy dhe kam përjetu shumë mirë, edhe jam shumë e lumtur që më ka ndalë lotë. Edhe të më kishë ndalë ma shumë, do me thonë, e kisha vazhdu edhe... Edhe në fond ishte një mirë, ishte liru për vete dhe okej, that's it. Kështë që shkojna. Ma mirë plumbim ba, të më kishartë nga dora jote, se zemra e gjallë, me jetu me malë. Ma mirë plumbim bal, o të më kishar nga dora jote, se zemra e gjall, me jetu me mal. Apo të shkruj njerëzit edhe me thonë që e i na mytet të nashti me kajtë. Kam qef me shti njerëz me kajtë. Jo me kajtë, me përjetu muziken edhe me ushliru ata emocionalisht, sepse në tash muzika është lehtësimi i shpirtit për vjosën, po edhe për njerëz të tjerë. Kështu që pse jo edhe me kajtë një muzikë të mu më kish bot qefi, sepse kisha di që një person po bëj me unë i mirë, edhe me u liru emocionalisht. Unë mendoj që kush do që ka ngushit këngë nuk ka pas çare pa kajtë. Më kanë komentuar shumë të drejtën edhe e di që nështë ta kretë bashkë s'kanë kajtë, po janë emocionu, dhe më thonë, se është një këngë me një tekst shumë. Cili është komenti që të kam jetë në mend, nështë ta për që të këngë, ose për nëjë këngë të ndën? Qka ke përjetu ti që e ke këndu këtë këngë? Në ta është mandej mja osë sharune që se ma mirë plumbje mballë, më kisharë nga dora jote. Dhe më thonë, qa ke përjetu ti me naj person që e ke këndu, ose a ja ke dediku naj personi që është kjo këngë me një tekst, është një tekst interesant që i prek dikon, po mandej ja kom sharu që nuk është... Nuk është për mu. Atyve njerëzve që i një, do më thonë, po edhe nëse si një, po jo me komentu ashtu me ju përgjigj të gjithve, sepse është pak problem kështu me... Të pjesa e baladave, me nësat bjemi kënu dhe tekstet cilat janë, cila anë vujnë ma shumë, sa mund është me vrejti, a djemët, a qikat. Se po më duke të djemë dhe vishë përmbahen, se shumë ma shumë se na vujnë. Nuk i di, ndëgjë, unë gjithmonë e marrë këtë pjesën meshkujt edhe femrat. Unë mendoj që shpirt kanë edhe meshkujt edhe femrat. Ndjesi kanë dy gjinit, edhe kur s'muj me dalun këtë pjesë që nuk o mujt me studiu hala, cila pjesë ta zhvun, varet për ngjarjeve, për momenteve, ose tip që shjeti, si qëfar tipi je, ose sa
ki ndjeshmëria, ndjesi, nështë për ngjarje që i ki në jetë. Po unë mendoj që dy gjinit njëjtë janë sepse njerëz të kanë shpirt apo njëjtë. A kene? Si femra, si Po përgjigje, a kene, as kene. Ose duhet nështë me bu një analizë matë gjonë edhe me pa cila vujnë ma shumë. Po unë mendoj që dy gjinit vujnë e njëjtë, sepse... Nuk e di, unë e mendoj që djemt, veç më përmbahen të qysh ashtu. Ate munohen më përmbaj që mos me shprejsh ato ose kajnë kër janë vetë. Po është interesant që dhe Se na femrat e kajna kanë është qare, dyqysh neve qëtash një kongë diçka më ku, ne nisëm kajna. Ose na shajna ma të ndishme e normal, si natyrë. Po, kjo është normali se si femrat janë pak ma të ndishme, po nuk është që s'janë edhe mashkuj të ndishëm. Ata dhe nëse kajnë është apër mbrenda, që është ka njerë ma e pështirë, e na e qesëm. Po ne ka njerë thëmë që dhe meshkujt, unë i kom pa edhe meshkujt të kajt, nuk është që vetëm femrat. Çfarë ndjenjë është me pa një burr të kajt? Është interesant me pa nështë ta meshkujt të vujt. Pa dhe një femër me pa është interesant. Unë nuk është që kom qef me pa meshkujt as femrat të vujt, që është diçka e dëmshme që unë nuk isha një mirë, po mendoj që nështë njëjtë vujnë si femrat si meshkujt, po nuk është ajo që është e këndshme me pa nështë ose me uniti mirë nëse shetë dikon të vujt. Kështu që mos e pafshim kërkojnë. Ma mirë të krynë të shpia e mos dalje. Është mos të shohim. Nështë ma mirë. Në qysh jo, është ma mirë është. Edhe pse është një pjesë e mirë, sepse vujtja bën pak më të fortë edhe vujtja të bën pak me dash vetën më shumë edhe me kuptu më shumë për jetës, që është normale. Unë e marrë dhe këtë pjesë të vujtjes është normale. Është pjesë e jetës. Edhe është po bashkë edhe pse jo, do më thonë me kalu dhe sfida që ti nuk, se gjithmonë a jetën unë nuk e kemi në lule, kështu që dush me pas pak, me kalu dhe pak në përtherat që me kuptu që jeta është e bukur edhe i te kalon do më tonë si lullet, si ato therat, si vështërsit që kemi në jetë, kështu që del ma interesant si jetë. Tu të analizu qëtash, edhe pse argëm të fundin, nuk po du me ik pa ta bodhe shpytje. Nuk po du me të kalzu si kush po mdokesh, se po mdo këtë kalzova para prakisht, po si kush tojnë që dokesh si për në gjanë, me kënë për në gjanë kështu? Tena është një mentalitet, s'pa thonë, po është një që gjukoj njerës ose të shojen. Është normale që ti me dikon dushme për nxarë, sepse na jemi unike se cilin në vetën tonë, po me përgja, kam komente të ndryshme të njerëzve, për nxarë me këta me ata, po mu ka bu njejt me tonë drejtë, nuk di për kanë me tonë, tash se nuk e di në shati ma mirë, unë është me di se unë nuk e di vetën me kam për nxaj. Unë jam kjo që jam, po e di që kam komente shumë prej njerëzve për rretet, prej shoqnis, nëse i ndryshojnë ngjyrën e flokëve, më thonë pa për nxarë me këta me ata. Në basë ngjyrës të flokëve si kush i dokesh, pa të kallëzone si kush po mdokesh. Shoqnia çka tojnë, kur e ndron ngjyrën e flokëve, si kush ju dokesh shoqnive. Se mu për shembull në çet moment si kimi. Sa është mirë mu dok, mu kimi më pëlqen. Ama, do të thonë edhe me të pa mënyrën që e lyusonte, do të thonë kryj po ti je si ajo, se më jam marrë kryt asaj me ta që ty. Me tonë ta shumë ty falimderit për komplimente. Nuk, kimi është diçka një personalitet që unë për vete mu më pëlqen si ti, po nuk kisha me thonë, është atë që jam e ngjajshme, ose është në synin tënë, po kam komente, nuk i di pse kam komente të ndryshme përveç, edhe më kanë thonë edhe të tjertë nështë, ose edhe me personazhe të tjera, ose me ftyra të tjera, po nuk i di. Pse po do mu kallëzu modeste, nuk po të kuptoj kur krejti dokesh si ajo, do me thonë. Me vetull, me hun, me goj, me faqe, me sy, me mënyrën që shjeli, do me thonë identik. Mos i kena nanat. Që i gatë miqës. Mos i kena nanat motë. Nuk e di, nështë ta kam familjarë edhe se nuk... Edhe nuk e di. Nuk e di, ama nuk kam të bëj kur gjë do tash me analizu ma shumë, mos kena mos e kam naj kushëri. Para më do të dalë që e ki kimi në kushëri. Nështë ta nuk i dijet,
po nuk e besoj se larg është ajo. Na kemi Amerika larg. Vjos, unë nuk s'kisha dash me ndërprej që pjesë, po të e pas parasysh me modestie të më ika ashtu të pjesa që s'pëdën me përngja me dikam, po të me qëndru unike, që shtë që edhe je dhe je shumë pozitive. Dhe me thonë, sa që më do këtë djemë mi au këqyrë styti kanë gjatë, po jo që jënë të vujt në njani, po jënë të kesh, po i pe fjallëve gjeti, thonë te. Kështu që ku kina me pa vjosën, qysh keme përfundu vitin 2025? Faleminderit shumë për ftesën. Besëm që unë iva si në shpinë tam, edhe unë iva më ke jap një komoditet sot. Faleminderit. Edhe gjithë që kjo është shumë e rahatshme dhe shumë unë ndiva super mirë. Faleminderit për këtë stafit juve, kështu me start më keni prit shumë mirë dhe për çfarë nështë ajo më ka qelir këtu në emision. Dhe nështë sa do pak kemi komuniku edhe jam përgjigj pa ato ikjet që i thate më herët. Përveç që tash kam festat e nëntore që e diskutu më herët, unë jam në jashtë vendit, do me thonë në Gjermani. Kemi festat deri në fund të vitit që janë çdo vikend, do me thonë unë jam jashtë vendit, performoj për festa, po edhe për qef, do me thonë me bashkëdhetar tonë. Shpresoj që ka me shku ashtu qyshe ka me nduone, kam projekte të ndryshme që ka me i lansu para festave, do më thëmë para dhjetorit, edhe ato mendoj që kanë me qenë do projekte shumë të mira dhe kanë me u pëlqy. Qka për të ma shumë? E angazhune me punë sa dush, mbrame muzikore sa dush, këngë të reja pas kanë me daj, kështu që isha dhe vishë për mbyll vitin që ashtu që është mas mire. Faleminderit shumë. Edhe u takofshin vish për njërë. Faleminderit shumë, sukses unë sonë të te, po edhe më shpika të këtyne. Që shumë faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit. E me që të gazetës Demos të podcastit të po të bo, ka që keshim për këtë të djelë, që jemi të djelë në ashme, tung. Të po. Tupo. Të po.